Profesori jep dorën, thot, çfarë ke? Ta shikoj, thot, orën, profesor. Po çfarë ke, thot? Shiko, profesor, ora ime e mësimit mbaroi, thot, këtu. Sigur, edhe paraleli e ti, diçka jesin pa koment. Si ka mundësi, thot, profesor, unë do të vazhdoj, thot, mësimin atje ku u dha kushtrimi, te vëllezërit e mi, ku krisi pushka. Tani, ai djalosh erdh në luftë, u kish në luftë, merë me men për 10 muaj e ca, thuj se 10 muaj, 3 muaj, pa u lajmëru në shtëpinë e vet. Fare. Edhe familja e tij, edhe baba i tij ndjer në Aziu, e kishte shpallë si të humbur djalin. Në monitoringin ndërkombëtar, në SBE, etj, tani ka humb djali se din ku djali, mirë po djali në radhët e luftës shërimtare të kombëtare. E kalojnë ditët e javët e erë, këta 10 muajt e ca, kur vin djaloshi. Ka marrë, tha, të bëjnë një telefonat. Ku? Tha, në shtëpi. Mere, tham. Unë nuk e dija që ai s'është lajmëru gjatë gjithë kësaj periudhës. Por megjithatë, kur e morë në telefon, i doli nëna e tij. Edhe kishe djalë Hasreti, që i themi ne djalë për mall. Kur i bëri nënës telefon, nënës ju ngjall djali. Edhe nënës i kishte rat fikt. Po e shkurtoj pak rrëfimin. Edhe ki e thret nënës përgjigjet se ka ranë ati fikt. Dikur unë e pija cigarë, në i lezëm ka i cigare, i thamë shiko, të them të drejten, më duke si e shot djalin tim gazmenin, se djalin im bishe ishe më i madh me vite se Burimo Sein ishe ki, dëshmori. Dhe thamë mere nënën telefon. Kur e mori nënën telefon, ju lajmëru nëna. Unë në tavolinë fillova t'ja shkuj lejen, shkoj pak në familje, se s'kishe qenë, e mora veç, s'kishe qenë djali gjatë kohë. Thamë, tregoj nënës se qëtu në ndilët ke me shku, thamë, katunin tanë, më banë me gisht atë jo, thamë, tregoj. Dikur i tregoj nënës. Nënë, thamë, më pritë, tha se kam le të vitë qëtu në dilën pak për vizit. Kur ja tha këtë fjalë, nënës, më pritë, më falni, nëna ja kthej me këta fjalë. I tha, burimi nënës, ke kërku luftën, pa liri mos më kthe. Pra këta janë në tona shqiptare, cilat i kanë përcjell djemt e nuk e kanë ditë kur kthehen. Tani të flasish ti për luftën, të flasish ti për luftëtarët të devotshëm, të flasish ketë për ata burra që janë hagë. Kjo është gjoja më e rëndë, që nuk ka përdihet. Prandaj sot, Burimi Seini është dëshmor. Prandaj, kja tokë, ka që lame me gjak. Dvije dikush Sadri këtu në dhomën tënde, që unë nuk do të kisha leju besom në Zot, unë do të kisha përzën. Po të flasë edhe u kështu, lirisht përzënë, më thuj, që kja orë këtu, dilë për jashta. Do të kisha lutë që mos të marrë kësa njerës, për me ja ban luftës këtë fatkeqësi të zezë. Lufta e jonë shqiptare të Kosovës e ka njoft bota. Prandaj erdhën Shtetet e Bashkuara të Amerikës këtu me ata flukturakët e tinve dhe e granatun Serbinë, jo që kënë. Bravo, drejtë. Vërtet. Atëherë ku jemi na? Kur ti të kanë bështet alatët botëror, e ti vendas vjell keq për luftën, atëherë vjell edhe për dëshmorët, për atë shokin tanë që e ke pas një stikam, që ke hangër me ta, ke pi me ta, i e sha me ta. Bisa e ne kemi në shumë kujtime që një tjetit një stikami i kemi thënë, po të vritë është ti, qëfar kufo me bënë shë bukur. Po dhe, shakot luftës. Kuptove, po lufta ka qenë artë. Pra, kemi kënu më Shqipni, më Stuj Marova, kemi kënu këngën e Qerqistopullit, do me thënë, po aja ishe vlera e luftetarit, cilët vërtet sot janë në harres luftetarit. Në emocionove shumë Bazamol. E nun vetë, sepse përjetimet janë... E vërtet, i përmende ma herët të krejët të Shqiptarët Shqiptarët Kosovës, atë karo me u taku në luft me ish presidente në Hashim Thaçi. Po, kur ata kanë ardhur nga pjesë e Maqedonisë, do me thonë, Radush, te braftë kanë dalë Nika e Jezerc,
atëherë ka qenë presidenti, po e quj president, se president ka shku. Ka shku president, zoti Hashim Thaçi, një suvenir jashtëzakonisht madhor, sepse ai po ka qenë Rambuja, ka qenë Agim Qeku, e në disa të tjerë, bile ati kanet, cako edhe masanet tjerë t'i kanë përcjell për... Po me kriju në BDI-s, zotin Ali Ahmeti? Po, sigurisht se po, Ali Ahmeti është një burr atletar, i cili e përshëndes nga këtu dhe... Do të gjithi, bravo. Ka meritat jashtëzakonshme. Ka merita jashtëzakonshme, të lumitaj që nëna e ka dhe baba, edhe pse nuk i kam duke gjallë, por me gjitha te Ali Ahmeti ka qenë dhe do të ngel një bazament i qeshtës madhore kombëtare, se Ali Ahmeti nuk nis prej luftës çlimtare kombëtare. Nis prej LPK-s në diasporë. E vërtet. Pra mu më kujtohet protesta në Zhenevë kur u marrë në vitin 90, ati nuk kemi pasën e qadra, ma 15 ditë protest. Mu më kujtohet sot Ali Ahmeti që ka qenë ka pas një fjallë rasti ati. Prandaj, Ali Ahmeti është një atletar i jashtëzakonshëm. Pra njërt ata që vjellin keq për njerëzit që tash merret, po sikur edhe ata suvenir të kombit, merre me men, ma të fole keq dikush për Bacan Jakub, që e puthin Lurt Ballit, Hashim Thaçi, e të gjithë të tjerë. Ata kanë qenë, ata janë e në do të ngelin shtilat e shërimit të kësaj tokës arborore shqiptare. Ne para disa javëve kemi pas një emision Bacamol dhe realisht edhe pse kanë qenë këtu bashkëluftorët e tu, Vesel Aruqi dhe Musa Smoli, ata gjatë tanë kohës pothuajse gjysmën e emisionit kanë folë për një njeri që domethënë është hero i gjallë, më thon Shlir, që është plagos në luftë përballë